Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma shikuesindëruar të televizionit Arbëria. Tani rezultatet zgjedhore po dihen, ende nuk janë përfundimtare për faktin që kanë munduar votat me kusht dhe votat e personave të ndryshëm, të cilët kanë votuar në forma të ndryshme, të cilët janë ata të me nevoja të ndryshme apo të veçanta, por megjithatë rezultate kemi nga zgjedhjet e 12 tetorit. Për të diskutuar edhe sonde do t'ja kushtoj këtë emision për të diskutuar lidhur me rezultatin zgjedhor dhe pritjet e subjekteve politike të cilat i kanë hyrë në garën për balotazh. Për të diskutuar këtu kemi gazetarin Jesop Betyqi. Përshëndetje zoti Betyqi, faleminderit që po gjeni kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. I kemi përcjellur me vëmendje dhe kemi përcjellur edhe intervistat e juaja pothuajse mbi 90% është dalur ajo e të cilën e keni parashikuar apo keni dhënë opinion. Keni deklaruar që në shumicën e komunave ku ka qeverisje nuk do të ketë ndryshim, po ashtu keni thënë që figurat e ricikluara nuk do të mund të përmbysin, po shtetin pritet kanë qenë ndoshta në kryeqytet, më shumë nga ona juaj tek Urani Smali, Partisë Demokratike të Kosovës, dhe në Drenas keni menduar që subjekti politik PDK do të fiton. Këtu janë diçka nga ajo që e kemi përmbledhur nga intervista më hershme, si keni pa rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve të 12 tetorit në zgjedhjet lokale. Po, pikërisht ashtu po ta thënë se të gjithë kryetarët aktual të komunave janë favorit. Pra, pavarësisht i cilës do subjekt qoftë ai, janë favorit dhe po thuaj 90%, po më tepër se 90% doli ashtu. Ndërsa në rastin e Fushës Kosovës është ndryshimi, sepse ai nuk ishte kryetar. Besnik Osmani ishte kandidat i ri. Përndryshe, kryetarët tjerë janë ata të njëjtit, janë në çdo komunë kryetarët ekzistus kanë fituar. Edhe nëse s'kanë kaluar pa balotazh, janë në balotazh. Pra qëndrojnë edhe prapë se prapë i kanë përparësitë e veta, në secilën komunë qoftë edhe aty ku nuk ka rezultat bindës, për shembull, sikurse që është rasti me Mitrovicën, që janë shumë pak vota, 10 vota bën dallimin, prapë është favorit kandidati që ka dalë i pari. Edhe për Prishtinën po ta them se do të jetë përparim Rama favorit, por pritjet se do të ngritet në votë Urani Smali i kam pasur dhe ashtu ndodhi, pra ka një rritje goxha të rëndësishme. Ndërsa po komunat, siç është rasti me riciklimin e kandidatëve, pra kandidatët që kanë pasur mandatin e kryetarit të komunës, si rasti i Shukri Bujës në Lipjan, e kanë ditur saktë se do të jetë humbës. Edhe kësaj gare. Çfarë ka ndodhur që pothuajse në të gjitha komunat këta kandidat janë në balotazh ose fitues në qeverisje? Është puna e tyre apo është aspekti që janë në pushtet? Dhe njerëzit kanë mbajtur më afër në formë ose në formë tjetër që nuk ka pasur shumë ndryshime në komuna. Çka po e karakterizon këtë qëndrim në pushtet? Ka raste që dikush edhe për tretën herë? Është fakt, rasti i Lipjanit për shembull është hera ndoshta e katërta, nëse s'gaboj hera e katërt. 2 herë veç ka kalu pa balotazh, edhe hera e tretë është pa balotazh. Pra është goxha një qeverisje e gjatë. Qytetarët sigurisht tash ka përjashtime në disa komuna, njerëzit edhe janë të kënaqur me arritjet. Bile, jo vetëm anëtarët e asaj partije, pra partisë siç është LDK në Lipjan, ose PDK në Ferizaj, ose në Skënderaj e tjera. Pa ka rezultate, po ka dhe pritje se do të bëjnë edhe në mandatin qoftë për herë të parë si kandidat, për shembull rasti i Mitrovicës, është një njeri që ka dëshmuar për shembull si nënkryetari i Bedri Hamzës në Mitrovicë për 4 vitet e deri tashme, janë pritjet e mira dhe shpresojnë qytetarët se do të arrijë. Po ashtu dhe në komuna tjera ku qeverisë
pra PDK-a, pra ku ka rezultate goxha të mira, qoftë edhe si fituese, po qoftë edhe si pjesëmarrëse në balotazh. Në vendin e dytë, vendin e parë për shembull Prizreni ka arritur, shaqir Tota ka arritur ta arrisë votën, pra nga zgjedhjet e kaluara para 4 vitesh ka pasur rezultatin i dytë i ka qenë për në balotazh, por ka qenë goxha larg me vota dhe ka arrit ta përmbys me koalicion, pra me LDK-n dhe me nismën socialdemokrate. Ndërsa në komuna tjera, pra, ku ka rezultate, edhe LDK-a pra ka rezultatin po ashtu në Istog, ka pa balotazh, edhe aty është pritur se do të jetë fitues. Edhe opinionistët në për studio televizive kanë parashikuar këte, siç është rasti, pra bindës me Ferizajin, dhe dallim, unë për vete nuk kam parashikuar fitoren pa balotazh të kryetarit tonë, pra kryetarit të Malishevës, pra kam qenë shumë i bindur se do të ketë balotazh, duke pasur parasysh se jo që mungojnë rezultatet, ka rezultate, nuk është se nuk ka rezultate në Malishevë, por nuk ka kush e disa rezultate për të fituar garën pa balotazh, sepse në Malishevë ka probleme. Malisheva përballet edhe me probleme tjera, por ka fshatra, ka lokalitete që s'ka pas as një cent investim në 4 vitet e kaluara. Këtë buxheti është fokusuar në qendër komunale. Po flasim si fenomene në nivel vendin në përgjithësi, apo del që shumë më lehtë, po është me mbajt pushtetin kush për qeverisë, se sa të përmbyset pushtetin nga partitë opozitare për komuna të ndryshme. Padyshim se më lehtë është të mbahet pushteti, posaçërisht në rastet kur spaku qeveriset në 80% të rasteve në pozitivitet. Përndryshe, për me përmbys pushtetin pos ndonjë kandidat që është shumë i dëshmuar si opozitar, qoftë ai i ri në politikë apo me përvojë politike, përndryshe është vështirë të përmbyset rezultati. Pra një përmbysje ka ndodhur në Prishtinë pra para 4 viteve, po ka ndodhur me koalicion, pra. Përparim Rama erdhi si ekspert si arkitekt, erdhi nga Britania me përvojë të konsiderueshme atje, e përmbysi rezultatin, po jo vetëm. E përmbysi vetëm në balotazh, pra në rundën e dytë të zgjedhjeve kur bë koalicion me PDK-n apo me Orhan Ismailin. Edhe raste të tjera, përmbysja e rezultatit pra pati ndodhur edhe në Prizren, përmbysja e vetëvendosjes pati ndodhur në koalicion PDK-a me LDK-n ose edhe me nismën socialdemokrate. Po edhe në komuna tjera tash, partitë që janë në koalicion, pra në disa komuna është në balotazh LDK-a prinë e para. Pastaj vjen vetëvendosja. Në disa raste është në balotazh e para është PDK-a, pastaj vjen vetëvendosja ose LDK-a. Edhe raste tjera, pra kur është alianca pra e para në balotazh, siç është rasti Gjakovës, Suarekës dhe Rahovecit. Apo është diçka si pasojë e mos funksionimit ndoshta të plot në 4 vjeçarin të partive opozitare, sepse secila komunë udhëheq një subjekt politik, i ka 3-4 forca politike që janë në opozit, por duke që nuk po bëhet opozitarizëm i vazhdukshëm deri në fund. Kur e kemi parasysh Prishtinën këtu, pastaj e kemi Lipjanin, Prizrenin, komunat e tjera, Gjakovën, që nuk janë përmbysur, pa marrë parasysh çfarë forme që ka dallime komuna me komunën, nuk janë përmbysur. Po varet te kandidaturat. Pra kandidatët shumica e kandidatëve pra kryetarëve aktual janë të pjekur politikisht, po dhe të përgatitur për të qeverisur. Edhe kanë treguar një menaxhim të suksesshëm. Përgjithësi, pra ka rezultate, prandaj edhe është vështirë të përmbysen, pavarësisht edhe nëse opozita është e fortë, siç ishte rasti me Lipjanin, pra opozita mjaft e fortë, PDK edhe vetëvendosja. Po kishin kandidat mjaft serioz, sado që rasti i PDK-s ishte kandidat i ricikluar, po kishte kandidat goxha serioz nga lëvizja vetëvendosit, një njeri që ka qenë atashe ushtarak pra në një nga shtetet aleate tona, u bë kandidat i vetëvendosjes dhe shihet se ka goxha një vizion për të qeverisur. Mirë po, ishte kryetari pra i dëshmuar i suksesshëm, meritat e cilit nuk i kanë kontestuar as qytetarët që kanë votuar dikë tjetër deri më tash. Po ashtu dhe rastet tjera, sado që ka pasur nuk është se s'ka pas opozitë
Spokun në qendër ka qenë identifikuar opozita për shembull edhe rastit të Ferizajt. Njëri ka qenë për shembull në kryesitë qendrore të partisë, për shembull, njeriu i LDK-s po s'ka mujt t'i bëj, absolutisht s'ka mujt ta sfidoj kreun aktual të komunës së Ferizajt, i cili po ashtu e sigurohet mandatin e tretë pa balotazh. Zoti Bityqi, si e keni po garën në Prishtinë? Në balotazh ka hyrë përpara Roma, kryetari aktual dhe Herullah Çeku. Ndërsa në zgjedhjet për kuvend komunal është e para Lidhja Demokratike e Kosovës, më Dhe pas dyta dyta PDK-ja. PDK-ja, më pas vazhdon me vetëvendosjen. Si keni po këtë rezultat në këtë Sa, qytet? sa i kam përcjell rezultatet që janë shpalosur deri më tash, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në disa komuna të tjera ka dallime pra kandidati për kryetar dhe kuvendet komunale. Pra me kuvendet komunale del përpara pra X partia. Rasti edhe me Prishtinën është PDK del e dyta me kuvend komunal në Prishtinë. Ose rasti për shembull Maljesheven ta marrim, Maljesheven tonë. Lidhja Demokratike është goxha poshtë për kryetar komune, por kandidat për kuvendar kanë marrë vota, janë më të avancuar. Edhe në komuna tjera ka goxha raste. Prandaj unë e kam parashiku fitoren e përparim Ramës, jo me rezultat goxha të thellë, se kom planifiku, se kom para po, por e kom parashiku se do t'jetë fitus. Pra secili prej kryetarëve ka qenë favoritë dhe ashtu doli. Por rasti i Orhan Ismailit më ka impresionu, seriozisht fushat ati vazhdimisht sa kam përcjell më ka impresionu. Dikush e ka konsideruar se ka bërë ndonjë fushat më tepër prej zyrës, po jo se unë e kam taku edhe në aktivitete rastësisht. Kam qenë edhe si udhëtar i rastit, kalimtar i rastit e kam taku, ka dalë me shpalos programin e përlagje ku banoj atje në matin një. Edhe ka arrit, pra, më duket diku rreth 10.000 vota ka arrit për 4 vite ta fuqizoj PDK-n. Dhe tash është rast që do ta vendos fitoren. Po prognoza prapë, Prishtina shkon në balotazh përcaktuese do të jetë Partia Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka pasur prishje të koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës me zotëri përparim Rama. Çfarë do të ndodhë? Cilat janë pritjet e juaja? A do të ndëgjohet antarësia dhe votuesit e Partisë Demokratike të Kosovës në këtë rast të Orhan Ismailit që të votojnë ka dëshirën Orhani, apo do të jenë të lirë në përcaktimin e zgjedhjes së kandidatit për kryetar për 4 vjeçarin e ardhshëm? Cila do qoftë alternativë, ata nuk mund të marrin pushtet më tepër. Edhe nëse nuk e votojnë përparim Ramën, e votojnë vetëvendosin, nuk mund të marrin pushtet më tepër. Sepse kryetarin ai nuk e dorëzon. Kryetarin e merr ai, nëse mund ta përmbys garën, e merr për shembull përparim Ramës. Dhe çka fiton për shembull Orhan Ismaili nëse e mbështes ai dhe antarësia e PDK-s përparim, po është edhe për Herullah Çekun, e nëse nuk e mbështet. Tek e fundit partitë politike vazhdimisht bëjnë fushat herë kundër njërës, herë kundër tjetrës. Të dy këto subjekte kryesore, edhe PDK, edhe LDK, edhe vetëvendosje kanë raporte, edhe ofruese, po kanë edhe ndarse. Të tana kanë pas bashkëpunim me vetëvendosin. Pra, LDK ka pas edhe në nivel qendror, ka pas koalicion, po ka dështu, janë zhgënyer. PDK ka pas në nivel komunal, edhe në Podujev, edhe në Gjilan, ndoshta edhe në një komunë tjetër, nuk e di, në rasti i shtimës nuk e di, nuk jam i saktë apo në Kamenic, por kryesor në 2 komuna, po e di, në 2 komuna të mëdha, pra Gjilani, siç është edhe Podujeva, kanë pas koalicion lëvizje vetëvendosje me PDK-n. Por kanë dështu, nuk kanë arrit me përfundu mandatin. Pra siç ka ndodhur me PDK-ja me LDK-n në Prishtinë. Ato janë çështjet e atyre liderëve apo udhëheqësve të degëve, të cilët i përcaktojnë interesat e tyre. Ndonjëherë në prag të mandatit, pra të përfundimit të mandatit, ndonjëherë më herët, sepse tek e fundit është e drejtë e tyre me konsideru se më mirë ta prish mandatin dhe të jetë më i shlirë si kandidat për shembull për kryetar komune, se sa me e prit fundin e mandatit dhe pastaj çka do të thuash kur rasti për shembull i Maljesheves, 4 vite mandat, qeverisës bashkë me nismën, kryetari i LDK-s, i degës së LDK-s, dhe çka do të thuash pastaj? Si do të ftosh qytetarët apo votuesit tu, çka do t'ju thuash? Për ato
4 vite bashkëqeverisje. Qofshin të mira, qofshin të këqija, jeni bashkë pjesëmarrës. A do t'jetë kombinim? Prandaj e shoh se prap është më interes të mbështetet përparim Ramës se sa të mbështetet vetëvendosur, sepse tek e fundit me PDK-n, LDK ka histori pak më të mirë. Edhe nivel qendror ka pas 2 herë ka pas bashkëqeverisje Partia Demokratike me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pavarësisht nga zërat kundërshtues të militantëve. Secila komunë i ka specifikat e veta edhe i ka rivalet e ndryshëm komuna prej komunës tjetër. A do t'jetë Kryqëteti kombinim? I ndonjë përkrahje, po marrim shembull prej Zren, garën lëvizja Partia Demokratike e Kosovës me lëvizjen vetëvendosjen, ndërsa Prishtinë a LDK VV. Kjo imponon me u rreshtu ma tepër PDK-s të LDK-a. Sepse ma interesit është me rujt Prizrenin si komunë që është pas Prishtinës me numër edhe të banorëve, për edhe të antarë, qytetarëve, se sa me mbështet për shembull lëvizjen vetëvendosjen në Prishtinë e pastaj me pas rasin edhe me humbate. Po supozojmë bashkohet për shembull Orani Smoljo ose antarësia PDK-s me Hajrullah Qekun mund ta përmbysin, sepse është goxha rezultat i ngushtë mes të parit dhe të dytit dhe i treti ka goxha rezultat lartë, por mbi 26%. Prandaj mund ta përmbysin. Siç ka ndodhur në kohën e Isa Mustafas pra. Edhe në 2021 ishte PDK ajo që e përmbysi. Edhe në 2021 kanë qenë balotazhet e cilat kanë ndryshuar në përqindje të lartë kandidatë potencial që kanë qenë. Pikërisht PDK-a përmbysi. Edhe rastin e Prizrenit. LDK-a bashkë me PDK në bën koalicion edhe nismën dhe përmbysën kandidatin e LVV-s, pra atë Haskukën. Edhe tash janë rastet, janë të mundshme, po do të kenë cili është përfitimi më i mirë. Përfitimi pra më i mirë do të ishte me mbështet Hajrullah përparim Ramën në raport me rujt edhe Prizrenin, pastaj me pas parasysh se LDK-a është atje, është goxha një forcë e cila mund t'i prish balancet. Po thuaj se nëse nuk do të ndodhë me votat me kusht që janë, edhe Mitrovica është jashtëzakonisht një garë shumë e fortë dhe përmendet edhe jo shumë garë ngushtë. Si e keni pa rezultatën e Mitrovic edhe cilat janë parashikimet e juaja, çfarë do të ndodhë dhe cilat janë pritjet? Mu nuk më ka habit e përsia e kandidatit të PDK-s, pasu parasysh se ai ka qenë 4 vite nën kryetari Bedri Hamzës. Dhe vetë fakti se Bedri Hamza është një kandidat shumë serioz, edhe ishte kandidat pra i PDK-s për kryeministër, dhe e ka pas parasysh se ai njeri nuk e ka marrë një njeri të pa përvojë apo një njeri që nuk mund të ofrojë klient apo antarësi rreth vetes. Pra nuk më ka befasu. Më ka befasue, për shembull, më ka befasu pse Faton Peci me gjitha ato afera, me gjitha ato, jo vetëm afera publike, po edhe ka fakte se ato afera nuk janë veç për publikun, po janë edhe për hetuesin, janë për prokurorin që të merren masa, sepse njerëzit ka dalë publikisht dhe kanë deklaruar, janë keq përdorur miliona euro me ato subvencione. Dhe ai njeri është Faton Peci, dhe tash, nëse Faton Peci nuk është fajtor, atëherë prokuroria do duhet, siç thot kolegu ju Lirim Mehmetaj, ai duhet ta burgos diken. Nëse nuk është fajtor ministri Peci, atëherë është fajtor gazetari që i ka publikuar ato çështje me fakte. Pra, njeri është fajtor. Dhe në këtë rast ne po jemi të bindur se fajtori është ai që i ka pas kuletën, ai që i ka pas parat, dhe ka nda mjete buxhetore sipas tekeve dhe sipas klientelës në lëvizjen vetëvendosje e cila qeveris vendin dhe keqpërdorimet i ka në masën ekstreme. Madje edhe në 1 ditë apo 2 ditë para fushatës ndan para për me dëshmu se është e prirur, është specialiste e keqpërdorimeve, jo veç e propagandës. Tash po del edhe e keqpërdorimeve, për propagandë kemi ditur se është specialiste. Rezultati është tepër i ngushtë. A do ta bën që në këtë muaj deri në garën në balotazh të jetë vëmendje opinionit pothuajse në Mitrovic. Mitrovic, Prishtinë, Prizren, Gjilan. Këtu e kam parasysh se këtu do të jetë përqendrimi, jo në Fushkosovë. Megjithatë, në Prizren është diferenca shumë e madhe që
Ndoshta është një formë ose formën tjetër është ma e lehtë fitoria, edhe pse Fitoria ka është ma lehtë ndryshime nëse nuk dalin zgjedhje, po unë jam shumë i bindur. Lëvizja vetë vendose dalin në zgjedhje. Dhe po supozojmë, bëri koalicion Lidhja Demokratike e Kosovës me lëvizjet vetë vendose e përmbysit rezultatin. Pra dy subjekte mujnë me përmbysë rezultatin. E arrin atë përqindje. Sepse LVV-a është e gatshme ti nxjerrë në votime njerëzit. Si që ishte e gatshme vitet e pas luftës Partia Demokratike e Kosovës patepër dhe Alianca. Pra, njerëzit e tyre ishin madje edhe nga spitali kanë dalë për me shfrytzuar të drejtën e votës. Ndalëm edhe pakës në Mitrovicë. U zhdukur një përqendrim edhe deri në zgjedhjet e 12 tetorit nga establishmenti politik qeverisës, pothuajse tërë kabineti me kryeministrin e tyre të gjithë kanë qenë në mbështetje të Faton Pecit. Si e shihni epilogin në këtë garë shumë të ngushtë, që nuk dihet ende se çfarë do të ndodhë? Sa kam lexuar, besoj edhe ti ke lexuar se aty flitet edhe për keqpërdorime të votave. Atje mund të ketë punë hetojësia, pra prokuroria që të hetoj rrjedhën e votave atje. Sepse sado që ka kritika ndaj exit poleve që në Mitrovicë e shpallën fitues tepër bindës pa balotazh kandidatin e PDK-s, megjithatë aty ka vend për hetimin e rrjedhjes së votave të kandidatit të LVV-s Faton Pecit. Pra, një përmbysje e tillë e shpejt, rikthem apo afrimi i votave të këtyre dy kandidatëve dëshmon se diçka nuk është në rregull aty. Po supozojmë sepse ka qenë krejt aparati shtetëror në mbështetje të Faton Pecit, me çdo kusht me zgjedh një njeri i cili është i njohur për afera. Një njeri pra i cili më parë mezi ka arritur të bëhet kuvendar i LDK-s në Mitrovicë. Dhe tash gjithaj arsenal votash është tepër e çuditshme. Po mu më ka zhgënyer rasti i LDK-s në Mitrovicë. 1% aq e ult e kandidatit për kryetar nga dega e LDK-s është tepër zhgënim i madh. Po ku ka ndodhur? Dhe defekti kryesor e kam parasysh se është Vjosa Osmani dhe Faton Peci. Këta dy vinë nga Mitrovica pikërisht. Dhe ky hendek ka filluar pra që në vitin 21 kur janë rreshtu krah Albin Kurtit. Në Gjilan është pritur të jetë garë apo rezultat më i ngushtë. Kandidati edhe kryetari aktual i Gjilanit prin ben shumë, por çdo gjë edhe këtu është ende në lojë për faktin që mundet me qenë parti tjera edhe këtu përcaktuese varet nga dalja dhe nga përkrahja. Si e keni po garën në Gjilan dhe rezultatet? E kam konsideruar se është favorit, nuk ma ka kajt, s'ma ka kajt sepse nuk është se ka rezultate në Gjilan, unë kam qenë Gjilan, për goxha shpesh kam qenë Gjilan, edhe qytetarët vetë, votuesit e tij kanë qenë goxha të zhgënyer. Dhe zhgënimi kryesor i tyre është se ajo që ishte nisur 2 vite më parë autostrada, që nuk ka 100 kilometra, po ka 10 kilometra, ka mbetur madje është dëmtuar, nuk është realizuar. Pra, kryetari i komunës së Gjilanit i takon lëvizjet vetëvendose dhe nuk e pati mbështetjen me kry një projekt serioz. Ai projekt nuk u kry, stadiumi nuk u kry. Ka pas x raste të projekteve që janë zhgënyer qytetarët sepse janë shpall tenderat, ka dalë pra tenderi, është anulu tenderi, ka marrë dikush tjetër, prap kanë ndërhyr organet edhe nuk është kry ai projekt. Pra, qytetarët jo që kanë pas ndonjë rezultat për me favorizua atë, po vetë aparati shtetëror në mbështetje të atij ka dëshmu. Edhe ka ndodhur diçka që po bëm një paralele me komunën e Mitrovicës. Në momentin kur u shpallur kandidatura Arjan Tahirit, shumë kush e ka gjetur të befasuar se si edhe këtë. Në kodrët në Gjilan, kur kanë dalë kandidatura Orber Ismailit, kanë pritur shumë më shumë. Por gjatë fushatës zgjedhore disi është zbe performanca tij, në një moment kandidati i PDK-s Rehat Rashidi duke që performonte më mirë sepse kandidati që ishte shumë serioz për të bërë. A ka qenë një ngecje gjatë fushatës i kandidatit të LDK-s
nuk muj me thotë se ka pas ngecje te kandidati, po performancën në fushatën zgjedhore. Te qasja e tij ndaj problemeve kryesore me të cilat përballen qytetarët. Aty ndoshta edhe vetë qeverisja e gjatë e LDK-s në atë komunë për me Lutfi Azirin, ndoshta atë e ka dëmtu Arbër Ismailin. Për dallim nga Arjan Tahiri, i cili ka qenë nënkryetari i Bedri Hamzës për pas 8 vitesh të qeverisës së Agim Bahtirit. Pra dallimi, këtu e bëj dallimin e Mitrovicës me Gjilanin. Gjilani ka mandatin e parë lëvizjave të vendosjes, s'ka qenë asnjëherë. Dhe ka marrë goxha fitore binë se ka pasur. Edhe qasja ti ndaj probleme, edhe kur nuk punon, duket se është pak sa me i mashtrue qytetarët, sikurse propaganda e kryeministit në detyrë Albin Kurtit. Pra, ndonë se ne i shohim se s'ka rezultate, ai me propagandë mundohet vazhdimisht ta maj stazën e atyre, kinë se të arriturave për këtu 4 apo 5 vitet. Ose mbetëm në Bërgj edhe disa komuna ku qeveris Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe duket këto janë të betonizuara në fitore me kandidatët që përfundon. Është Suareka, Raveci, Gjakova, 3 komunat më të mëdha. Edhe Klina, që shumë kush edhe në Klin ka pritur që të ketë ndryshim, po prapë se prapë Zënën e Lezi tregoj performancë më të larta. Po, Zënën e Lezi prapë është favorit, duke tash, me që nuk fitoj zoti Bashuta, Zënën e Lezi është favorit prapë në Klin, po ashtu është favorit edhe Ardian Gjini, edhe zoti Latifi, edhe zoti Bali Muharremaj në Suharik. Po të 4 janë favorit, edhe pse ndonjë kombinim eventual, pra, i partive opozitare, që të bëjnë koalicione, qoftë edhe atëherë kur nuk ju pëlqen që të bashkëpunojmë ta zamë rasti me Rahovecin, lëvizja vetëvendosje është në balotazh me Smail Latifin, por një bashkëpunim i LDK-s me LVV-n e përmbysin, mund ta përmbysin, se të dyjat janë të fuqishme në Rahovec. Të dy këto parti opozitare janë të fuqishme. Një element tjetër në Rahovec, s'po lëm pa diskutu, është rënja drastike e Partisë Demokratike. Si rasti LDK-s në Mitrovic. Një nga subjektet që ka qeverisur në profesor Idris Behopin, ndërsa tani është e renditur e 4-ta. Pe kemi thonë vazhdimisht edhe po themi prapë, po kandidati luan rol. Kandidati për kryetar komune luan rol. Kryesor. Pra, ne kemi thonë në rastin e vetëvendosjes, kur ata lavdërohen se unë kam kryeministin pas veti. Sa këtë e kandidatin e mirë, ti mund të fitosh vetë, hiq pa atë kryeministër mashtrus. Por, në rastin e Rahovecit, kandidati nuk doli serioz. Sado që ka qenë në pozita goxha larta në qeverinë e Hashim Thaqit, ka qenë edhe në ambasadë. Por, kandidati i PDK-s në Rahovec nuk e ofroi as degën, as kryesinë e degës nuk e bëri bashkë dhe ka pas plasaritit cilat i di. Goxha mirë jam rrjedhat atyre plasaritjeve dhe e kanë damtu vetë vetën. Sikurse që ka ndodhur rasti prap i njerëzve të LDK-s që kanë damtu vetë vetën edhe në Mitrovic, edhe në Malishevë. Pra, herë bashkëpunim me atë, herë me atë edhe jo serioziteti atyre edhe qasje jo. Në komunën e Suareket, pritet të ketë ndonjë befasi nga Ardian Shala apo Bali Muharremi duke që është komod për faktin që është në 1% të lartë. Ka e përsi, goxha të madhe ka dhe tash nëse i treti dhe pse edhe i treti nuk është i fort në Suarik, nuk ka kandidatura. I treti, i 4, pra as PDK, as LVV nuk janë që mund të bojnë, të përmbysin rezultatin. Edhe nëse bashkëpunon, pra, PDK me degën e LDK-s në Suarik, nuk e besoj se mund të përmbysin rezultatin, sepse në zgjedhjet e balotazhit pak votojnë. Nuk votojnë, nuk del numri konsiderueshëm, nuk dalin, absolutisht nuk marrin mundin me dalin votim. Prandaj gjithmonë kandidati i parë është favorit. Po them për jashtë aty ku është i fort kandidati i dytë, pra që vetë merr pjesë në garë, siç është rasti për shembull LDK-s ka qara pa dalë, nëse dënë me arrit diçka. Po LDK-s nuk i ofrohen as VV-a, as PDK-a. Sepse
janë vetë ashtu janë në këto komuna, sikur ma tepër do të ketë mbështetje, edhe nga PDK-a, edhe nga LVV-a, bali Muharreme se sa që do të ketë LDK-a. Një komunë që ka zënë hapësira në rrjetet sociale, në mediat, në kohën e fushatës zgjedhore, padyshim që ka qenë drenasi. Dhe ndodhe që shumë kush ka menduar të ndryshme, Unë kam dështu, dhe unë këtu kam pas tjetër parashikim. Sfidan tërë subjektin politik të Partinë Demokratike të Kosovës dhe fitan pa ballotash në zgjedhjet e Unë jam befasuar, jam befasuar sepse kam parashikuar krejt ndryshe. Edhe pse nuk kam qenë i gatshëm të ve bas, për shembull se do të fiton pa balotazh Petrit Hajdari, se do të fitoj, e kam ditë kështu jam kanë shumë i bindur se do të fitoj Petrit Hajdari, sepse ndryshe kam mendu kur e kim mbështetjen e krejt partisë dhe kur e kisha parasysh se 4 vite më parë vetë Ramiz Ladrosi ishte i pari, por ishte në balotazh kandidati që u ndon nga dega e PDK-s, nuk e mori bekimin e kryesisë qendrore për të garu në krye të PDK-s dhe hyri në balotazh. Dhe tash, atë e kisha parasysh. Zotja Ajvazi, që se kishte mbështetjen e kryesisë qendrore, por doli në një subjekt, iniciativa po diçka doli dhe hyri në balotazh. Ndërsa tash, ky zotniu kundër krejt kryesisë qendrore dhe mori pa balotazh. Kjo është më ka befasuar dhe këtu po them kjo është e vetmja që prognozë që më ka dështu. Bile, jam marrë me disa shokë, me disa miq në rrjetin social Facebook, se pse përziheni në drenas kur jetë qytetar për shembull Malishevës ose Rahovecit dhe shkon përzihesh atje kur atje në kandidatura këtë qarta. Ai Petriti ishte kandidat i PDK-s, ndërsa zoti Ladrosi ishte kandidat i apërshtati. Akronimin e bëri si të ngjashëm me PDK dhe thotë s'largohem për PDK-s, por ai ishte kandidat i pavarur, ishte vetë me mbështetësit e tij cilët i kishte drejtuar apo në pjesë. Zoti Bityqi, edhe në këtë zgjedhje e pam që qytetarët din të dallojnë pushtetin qendror edhe pushtetin lokal. Din të dallojnë garën për Kuvend të Kosovës edhe din të dallojnë garën për kryetar të komunave. Subjekti më i madh fitues në zgjedhjet e 9 shkurtit, Lëvizja Vetëvendosje, nuk arriti të fiton shumë komuna sikurse në zgjedhjet e vitit 2021, edhe pse tani ka marrë në 9 shkurt mbi 40%. Në këtë rast është me 3 komuna fituese, ndërsa subjektet e tjera po runin në farë forme atë elektorat. Çfarë do të thotë kjo për demokracinë dhe për qytetarën e Kosovës që e potencuar disa herë që qytetarët kërkon kandidat serioz, pra partitë politike, secila parti, qoftë edhe ajo që është në qeverisjen e vendit, por du të mendoj për kandidatura serioze për komunat aty ku garon, jo veç ad hoc me përcaktuar një njeri në momentet e fundit, sepse ajo ju ka kushtu. Shumë partive ju ka kushtu, dhe partive të mëdha që kanë traditë shtetësformuese. Do të them edhe një çështje, që është me rëndësi besoj. Kryetarët e partive politike, edhe Memli Krasiqi si kryetari i PDK-s, edhe Lumir Abdigjiku i LDK-s, edhe Ramush Haradinaj i AK-s, sikur po i harrojnë pas momentit fushatës, pas zgjedhjeve, sikur po i harrojnë komunat, ku kanë qoftë kanë kandidatin e tyre në kryetar, apo qoftë kur e kanë në opozit. Pra po thuaj 4 vite ai po mbetet i vetmuar dhe po harrohet krejt mbështetja e qytetarëve. Identifikimi i problemeve do duhet të bëhet vazhdimisht, por në koordinim me kreun e degës së atij subjekti në secilën komunë. Por bashkarisht ju veç të kenë ata veç takimet e kryesisë qendrore ku i mbajnë ose kryetarët e degëve kur kanë takim me kryesinë qendrore. Pra kjo ju ka mungu disa kryetarëve të degëve në komunë dhe kandidatëve, sidomos atyre që bën ad hoc, sepse në disa komuna është pritë se do të kandidohen kryetarët e degëve që kanë mandatin e 2 apo 3. Por në disa komuna ka dhe kandidat ad hoc që janë kryetarë degëve, janë nën kryetar. Ne kishim rastin e doktor Gëzimit në Malishevë të PDK-a, por nuk ishte kandidati përgatitur shumë herët më përpara. Prandaj edhe mund t'i ketë kushtuar kjo. Sado që në Malishevë edhe ka bën një fushat shumë të mrekullueshme, shumë të mirë, por megjithatë kryetarët e partive do të kenë parasysh. Kandidatët e tyre apo kryetarët e degëve do të mbështeten vazhdimisht
në 4 vjeçar, në 8 vjeçar, vazhdimisht të kenë parasysh. Po të ke funit të bëjnë reforma, nëse shojnë se s'ka rezultate të bëjnë reforma, të ndryshojnë, të bëjnë kandidat, pa që qenë i rija nuk mund të plakët. Pa qenë, për shembull, Bedri Hamza nuk është i vjetër, po ja që ka mendu për pasardhësin e tij dhe ja ka qellu, e ka godit një kandidat shumë të mrekullueshëm, me punu, pra me u përball krejt asaj makinerie, qeverisë Kurti, edhe me dal fitues, kjo është sukses. Pra, ky është sukses ekskluziv, po themi, i Bedri Hamzës. Nuk po themi Degës se PDK-s atje, po i Bedri Hamzës, sepse një njeri ose një kryetar, qoftë ai i komunës, qoftë ai lider i partisë që s'mendon me pas një pasardhës, do të mendu gjitha do të me mendu zotin Arrit edhe vdekjen do të me mendu. Jo me met njeriu me punu pasaj një vit mos me mujt me azjet një kryetar të Degës me plotsu vendin vakant. Reformat janë domosdoshme në secilin parti, edhe kur shet zhgënim herën e parë, me 21 dështon, bjen 10%, me 24-ën, 25-ën, bjen për shembull 3% ose 4%. Do të me pas kryetari i partisë, për shembull rastin e Mitrovicës, LDK-a, ose kryetari i partisë Melbi Krasiqi, rastin e Rahavecit, do të më mendu këtë sene, sepse ju kushton qytetarëve prej pozitës kryetarit komunës, disa mandate, PDK-a, sot bjen partia 4. Kjo është shqetësuese, ose LDK, prej pozitës së kryetarit komunës, 2-3 mandate, bjen parti që absolutisht nuk i bjen men kujna që ekziston më. Ose rasti Gjakovës, sa vite ka Gjakova që nuk e ka LDK-n pra, as në vendin e dytë. Ka shumë vite. Një bastion i LDK-s. Kjo shumë i... Ose edhe në Rahovec LDK-a ka qeverisur diku. Megjithatë, këtë zgjedhje ka pas ngritje, Lidha Demokratike e Kosovës me Borem Krasniqin ka pas një rritje. Po, madje për pak vota ka mbet pa hyrë ballotazh. Nisma Socialdemokrate, apo konkretisht Ekrem Kastrati, para 4 vitesh, një figurë jo shumë e njohur, erdhi si kandidat dhe u bën kryetar, ndërsa tani fitoi pa ballotazh në komunën e Malishevës. I sfidoi 5 subjekte politike tjera. Puna kryesore këtu, mbështetja kryesore e liderëve, pra, mungesa e mbështetjes kryesore nga liderët i kushton kandidatëve për kryetar. Këtu për dallim nga komuna tjera, këtë mbështetje e Ekrem Kastrati kishte. Megjithatë, edhe kandidatët tjerë, edhe më herët kanë pasur liderin në këtë rast zotin Limaj, por performanca e zotit Kastrati ndoshta tregoj më ndryshe, sepse zoti Lima nga themelimi i nismës ka qenë lider që ka mbështet me tërqenien subjektin e tij, por nuk ka arritur të shkojë në paballotazh. Po më ka befasu kjo kohë që shkoj pa ballotazh, për ndryshe kam llogarit si është favorit. Por pse arrin pa ballotazh, kur subjektet opozitare, në këtë rast, s'po them LDK-a, por PDK-a dhe LVV-a, i evidenconin gogja shkelje, gogja të beta, gogja defekte në qeverisën e Ekrem Kastratit. Por, po them, mbështetja e fuqishme, sepse ai nuk ka komunë tjetër ku qeverisë nisma, prandaj mbështetja ishte e përditshme, e përnatshme. Por nuk ishte Ekrem Kastrati në mbështetjet Fatmir Limajt një herë, 2 javë apo 2 tubime qendrore siç i ka pas PDK-a me Memli Krasniqin, Malishevë ose LDK-a me Lumirin. Fatmir Lima ishte çdo natë, çdo ditë me Ekrem Kastratin dhe me antarësinë e nismës. Pra, kjo ishte komuna vetë, prandaj dhe mbështetja atina dhe një rezultat që ka rënë në sy më shumë, ndoshta më shumë se sa neve si qytetarët Malishevës, që ka rënë në sy dhe qytetarëve të komunave tjera që kanë kaluar nëpër sheshin e Malishevës, edhe vetë opinionistët e bën Ekrem Kastratin se do të fitoj pa ballotazh. Zoti Betiqi, për fund, gara për ballotazh, a do të ketë befasia në komuna të ndryshme sikurse në vitin 2021, ku nuk kanë pritur shumë kush që do të ndryshon rezultati në ballotazh? Presin ndonjë befasin apo mbetet të shihet deri kur mbahen zgjedhjet? Vetëm dita e zgjedhjeve varet në rend të parë. Po them, e di që tash fituaren e përparim Ramës nëse e mbështet Orhan Ismaili. Nëse nuk e mbështet Orhan Ismaili, por bën mbështetje për Harullah Qekun, mund ndodhë befasia më e pakëndshme. Po e shoh kështu rastin edhe në Gjilan. Nëse e shoh mbështetjen
e PDK-s ndaj kandidatit të LDK-s mund të përmbyset rezultati, sepse Riad Rashiti ka goxha vota, ka përqindje goxha të lartë në Gjilan. Përndryshe, diku tjetër nuk shë në ndonjë ndryshim, përjashtë edhe rastin e Fushësos mund ta shoh fitues kandidatin e vetëvendosjes. Pra ky veç ka filluar ajo faza e parë është goxha e lartë, rezultati goxha e lartë i atij Përbrezës, por po them kryesorja fushata në Prizren konsideroj se do të përmbyllet me fitoren e Shaqirtotit, edhe në Prishtinë do të përmbyllet me përparim Ramën, edhe në Mitrovic do të përmbyllet me fitoren e Arjan Tahirit. Unë këtë parashikim e kam. Zoti Piti, përndet që pëndoni ku dhe po jepni opinionin për televizionin Arbëria. Faleminderit për juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.